festivali Art Explora, pra jo fondacioni, por festivali që ndodh në Durrës, 2 ka nisma kryesore. E para është sigurisht ndërgjegjësimi mjeditor, për cilin do flasim në fund, dhe nisma tjetër ose më saktë mesazhi më i madh dhe më i fortë është pikërisht gjithëpërfshirja e audiencës, gjithëpërfshirja e publikut. Pra nuk është një festival elitist i cili të thotë ty nëse ti nuk ke parë një ekspozitë më parë në jetën tënde nuk mund të hysh. Përkundrazi të fton dhe si të thuash të ngacmon atë interesin për të bërë pjesën e tij. E para është falas. Pra nuk ka nevojë. Është një aktivitet me një program 12 ditor, pra data e mbylljes nuk është me 21 prill, por është 22 prill. Okay. Ishte një lapsus i imi apo? Jo, përkundrazi, në fillim është lançuar 21 prill, por ka pasur një zgjatje programi dhe përfundon në datën 22 prill, pra janë 12 ditë me aktivitete, me ditë të ngjeshura. Programi mund të lexohet dhe është i aksesueshëm për çdo njeri që i intereson të shohë se çfarë ndodh përgjatë ditëve në faqen zyrtare të festivalit. Pra ti thjesht shkon në website-in zyrtar dhe aty ke programin dhe të gjitha mënyrat se si mund bëhesh pjesë e festivalit. Por siç po thua, është një festival falas, është një festival i cili ka 3 ekspozita kryesore, më saktë ka 2 ekspozita kryesore, të cilat kanë nevojë për një rezervim paraprak. Dhe rezervimi është falas, thjesht duke qenë se numri është i limituar në hapësirë. Dhe kjo e kuptueshme.